Prej sot, marketet kanë obligim t'i publikojnë të gjitha çmimet në faqen e tyre të internetit dhe t'i përditësojnë rregullisht. Masa është vendosur me qëllim të parandalimit të ndryshimeve të çmimeve nga ana e tregtarëve. Qytetarët kanë mundësi të denoncojnë në Inspektoratin Shtetëror të Tregut nëse çmimet e internetit janë të ndryshme nga ato në market. Të gjithë tregtarët që kanë më shumë se 10 të punësuar, gjithësisht marketet, barnatoret, sallonet e mobiljeve dhe dyqanet e pajisjeve të bardha, janë të detyruara t'i publikojnë çmimet e produkteve në faqen e tyre të internetit çdo ditë dhe t'i përditësojnë ose ndryshojnë. Të gjithë ata që nuk do ta respektojnë këtë ligj do të përballen me gjoba nga 500 deri në 1000 euro. Me këtë mas mundsohet transparencë më e madhe dhe krahasim më i lehtë i çmimeve në markete. Kështu që çmimorën që nga sot mund ta shohim në faqet e internetit të marketeve. Produktet janë të ndara në kategori, nga ato të nevojshme, ushqimore, deri tek produktet për higjienë. Çmimi i saktë shfaqet për çdo produkt dhe për disa që kanë oferta, tregohet deri kur është oferta. Të gjithë qytetarët që do të zbulojnë shkelje, pra të jetë një çmim në faqen e internetit dhe një çmim tjetër në market, do të ketë mundësinë t'i raportojë në Inspektoratin Shtetëror të Tregut. Masat zbatohen në Izrael, Itali, Francë dhe Kroaci me qëllim uljen dhe stabilizimin e çmimeve.